Qytetarët e Republikës së Kosovës lajmi i gëzueshëm, lajmi i mirë që milici Agimi Drizi më nuk do të jetë Skënderaj, duke i falenderuar autoritetet kompetente dhe autoritetet ekzekutive, milici i cili ka terrorizuar bashkinë lokale të Likovcit dhe ka arrestuar babën tem personalisht gjatë kohës Miloševićit, më nuk do të jetë Skënderaj. Edhe nga këtu shfrytëzoj rastin mos t'i përzi gjërat jetësore me politik, por t'jam jashtë politikën këtë intervist dhe duke i bërë apel kryeministrit Albin Kurti, si kryeministri i Republikës Kosovës, si kryeministri i gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës, që të merr vendim bashkë me ministrin e Brendshëm dhe na kthen Bastri Durmishin ose Mohamet Kajtazin, të dytë zotri kryeministër janë çlirimtar, të dytë zotri kryeministër i dojnë popullit Drenicës, të dytë janë të mirë, të dytë kanë pas reputacion të mirë sa i përket qytetarëve të shumë të vujtur, qytetarëve të cilët kanë vujt mas e shumti dhe kanë mas pak si nevojë për njerëz të dobës. Zotri kryeministër kisha pas qef ta han, njonin Kaçanik, njonin Morin atje. Edhe me alshu frymën qytetarëve të Skënderajt, kështu që gradualisht jem të shku drejt një pavarësie të policisë, gjyqësorit, ku për fat mirë tini të bindur qytetarët e Republikës së Kosovës, keni besim në Zotin edhe në institucionet tona. Gjyqtarët e ri dhe prokurorët e ri janë për t'ju përullur në dy gojtë, mjuron dy gojtë. Ata nuk janë të interesu gjyqtarëve të ri dhe prokurorëve të ri se a ka liftu Sokol Halili as ka liftu. Ata kanë me pas me shirë ndaj qëllimtarëve, ata kanë me pas prioritet dhe kanë me bon lëshime atë soja vlejo ligji ndaj qëllimtarëve, por nuk do të mund t'i komando kërkush më ata. Kështu që na duhet shkojmë drejt rrugës, mos shpifum, mos të rejmë, por ai cili nuk e ka venin mes qytetarëve duhet të ecë. Duhet të ecë mes drenicakëve, s'kanë ven ata që e kanë torturu, e kanë dhunu këtë popull të shumë vujtur. Jemi në vitin 2026 dhe Drenica po shkon drejt çlirimit, drejt një stabiliteti ku nuk do të ketë frikë më askush, as të flet, as shprehet, as të han, as të pin. Duhet ta kem zgjidhen që të hojmë të pim ku të dojmë, të rrim me kanë dojmë. Ne duhet mos t'i përzim gjërat. Patriotizmin, politikën dhe familjen mos t'i përzim. Familja le t'jetë familje, patriotizmi patriotizm, politika politik. Une, si qytetari thjesht, jo dini mas pak t'i kam nevoj për politikë, për nuk më pas qare, për pa ju fut politikës, se në njërë sa jenë politik, edhe ligjit i lejon disa kritika, nëse nuk shpife nuk rana fjalla. Por, tash, po shihet se ka lëvizje, une ndiva shumë i kënaqur, shumë i lumtur për kontributin që e kom dhonë për ta shpor komunistin, milicin, Agimi Drizin nga Skënderaj. Kontributi janë dha frute dhe autoritetet të Republikës Kosovës veç ja vaj kështu. Tjerë duhet një ka një, janë edhe 3, ju e dini kush janë ata. Ja ku më dhonë dhonat, ja ku më dhonë emnat e mbi emnat, duhet me i ka ta pe aturit. Nëse dëni mi po Sokol Halilin qetë, duke mos shoh kërkan, duke mos thuj kërkan, duhet me na hjek për i syve u të basht. U të basht familjet cilat kanë çnjerëzu Drenicën. Nuk mundet me kohë, edhe komandant, edhe patriot, edhe baba i tina ka dënu Hamzi Asharin 2 mujde. E une nuk jam, mu më kam mbrojt, një gjam më kam mbrojt. Gjithë qysh jënë mënu më më qitë në kurth, jënë mënu më më qitë në kurth, më më prejkë edhe në baral, s'kanë mujt. Kur qysh s'kanë mujt, as më mështi me vjell s'kanë mujt, as kanë mujt më mështi me morë tendere, 300.000 euro mi kanë dhonë për një grand në varezat dëshmurve. Dhe me thonë, 50.000 euro me investu, 150.000 euro me mor ata, 100.000 une,
300.000 euro në kompytje i kom qunë ratësoms, kom investu për i gjepit tem. Prandaj e një vetën shumë komod para qytetarëve dhe i drejt për drejt. Nuk do të ketë drenic, nuk do të ketë njerëz që i bujnë kesh drenicës. Rinia po avancon, rinia po shkollohet, edhe vlerat të drenicakve si ka kërkush bre. Na dim kush jem. Nuk jem nevojë mirë që jetë kërkojna. Deri dje, drenic jena me ty, sot ja bon shak kështu drenicës nuk shkan. Do të me gjetë rrugë alternative për ta ndihmu popullin e drenicës. Nëse nuk dënë përmes Sokol Halilit minimu familjen e Sokol Halilit, familja Sokol Halilit është e madhe edhe mund është minimu familjen në mënyrë individuale. Edhe kështu. Çdo grand apo çdo damsh problem për vërshime më thash, shteti i ka kompetencat që t'i kompenzon çdo familje një ka një përmes direkt pagesës. Ashtu si unë javë kumbo juve këqëzës, gjatë fushatës javë kumë qudë dhonat, kontët, kopjet e letër eftimit, edhe ja këni qitë parët direkt kontë të komisionerit. Pse me qitë parët mu? Pse me ja qitë parët partis e villë partia? Kështu që duhet vedisohme. Nëse përdorum ligjin, e respektojmë ligjin, ne do t'ecëm për para. Kosova është rënë që Kosova është me varfja në Evropë. Po ju betohen nëse na jem Amerikan për Ballkan. Shiqeni makinat, shiqeni jetën luksuze si e bojnë Kosovarët, besoni as në Zvicër nuk e bojnë. Unë e udhtoj këtë botën, por kjo është një thymje morale ndaj shqiptarëve, për t'i thy moralisht, kënë se ju i një të varthën. Po në dik, po në udhtoj këtë botën e udhtoj. Po na jem Amerikan për Ballkan edhe për Evropë. Na jem para Hungarisë, para Bullgarisë, para Rumanisë, para shumë vene, para Italisë. Na jem edhe më naltë se Italia me luks. Çdo qytetari i Kosovës, si dënë me punu në Kosovë sot në ndërtimtari, mundi merr 1.500 euro. Sot jesin ty në Itali, sot jesin ty në Francë, sot jesin tjera të vene, as 500 euro së një donë. Kështu që në Kosovë je mirë, as pagun qira, e ki shpinë tone, i ki është një jetë shumë i ofër familjes, mos u mashtroni se Kosova nuk është me avarfnja. Kosova është me pasna në Ballkan, por ne ka një noti, edhe më mënu me na thy shpirtnisht. Së në më thënë ti mu shpirtnisht, se unë jam personalisht, më ka rasti me po lej institucionesh, lej qeverie, por na jem shumë largë, na jem Amerikan. Si me PSK-n, si me policin, si me zjarfix, si me çdo gjona mund të krenohem, si me qytetar, nuk ka bre Kosovar, nuk ka shqiptar, si sti din 2-3 gjuhë të hujat. E po më kalëzët i mua jam i varfën, a jam i varfën a i pasën. Që ke Evropa është, që ke, më falin shpreje, që ke prostituta është, si historikisht neve na ka një lës, na ka përqa, na ka nda, na ka dhuru të shtetet armike, të jadhon Kosovët, pjesë të Shqiptarisë, Serbisë, Greqisë, Maqedonisë, tjera vene, Molidzi. Që ke Evropa është që erë dhe na i murë shqimtar tash për na i monë atje, me rena, me kopolla, me dalavere. Pasha zote pa fëqu shqiptar, me i kopormet, edhe me i njek bashkimin evropian për Kosovë, kura hatë s'kana më bërë. S'na duhet Evropa. Amerikën e kem, zotin e kem, që të kush na duhet. Mos besonin prallat tyne në rena, në mashtrime, ja, Kosova e vazhne, e dyta me e vazhne në Evropë. Rena janë këtu, shkon Hungari, shkon Maqedoni, shkon Serbi, gjënat vjen, shkon Shqipni, shkon Maqedonia, po ku dush. Po kjo është vetëm një thyrje morale ndaj shqiptarëve, kinë se ju një matë varflet. Ti po më kalëzën mu, ljobi shqiptar ta rotullon Ameriken, e po më kalëzën mu Evropa, më falë një shpreje, Evrope prostitutka, institucioni Evropës po më kalëzën mu, se ku shumë a i varfni në Evropë. Jo, Amerikani jem. Shko këqyre shëndetësin ton jem numër 1. Shko këqyre policin ton jem numër 1. Shko këqyre FSK-n të rritët zemra. Shko këqyre institucionet tona, gjyqësorin, prokurorin, janë profesionist. Shko këqyre shtetet tjera, po mbje kesh mi ju thonë, po
unë udhtoj edhe me kerr. Shpesh po ka bova ki në Shqipëri, nuk më ka leju, më kanë dënu 300 euro, nuk më mujtë mi korruptu. Kur s'ku mujtë mi korruptu? Shqipëri. Në Itali e këm korruptu. 750 euro ka dosh më dënu, jo më edhe merri 50 euro e këm komentu, e këm korruptu. Kush ma korruptu shta? Unë e them realitetin për këta jam këgja i rrezikshëm, se e mbroj venin tem veç që shosht, jo në ryshe.